Mbrëm pas mesnate në kryqëzimin e rrugës Ilinden me rrugën 167 në Tetov, nën punës policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin EJ 32 vjeç nga fshati Reqice Vogël. Gjatë kontrollit tek ai është gjetur dhe është konfiskuar marihuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm në ora 23:20 në lagjen Mllaki në Gostivar, nën punës policor nga stacioni policor Gostivar për shkak të dyshimit se ka kryer disa vepra penale, vjedhje gjatë këtij muaji dhe muajit të kaluar, kanë privuar nga liria personin AK, 44 vjeç nga Gostivari. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në orën 14:35 nën punës policor nga departamenti policor Grup Qin kanë privuar nga liria një burr 42 vjeçar nga një fshat i Tetovës, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se rreth orës 12:40 në shtëpinë e tyre familjare kishte sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij 31 vjeçare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet para shtresë përkatëse. Mbrëm në ora 19:20 nën punës policor nga stacioni policor Gostivar kanë privuar nga liria një burr 50 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se në shtëpinë familjare kishte sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij 45 vjeçare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në ora 12:35 një grua 40 vjeçare nga Gostivari ka denoncuar se personi ZL nga Gostivari i ka shantazhuar me një video inqizim me përmbajtje eksplicite për të vazhduar lidhjen e dashurisë me të, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 11:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një banore 31 vjeçare nga një fshat i Tetovës ka denoncuar se një burr nga fshati Poroj i Tetovës e ka shantazhuar dhe e ka kërcënuar, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 12:40 në departamentin për punë të brendshme Gostivar është denoncuar se ka rënë zjarr në ormanët me orë elektrike në korridorin e një ndërtese banimi në Gostivar. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është shënuar nga njësia territoriale e zjarrfiksëve Gostivar. Ekipi nga sektori për punë të brendshme Tetov ka kryer ekspertizë në vend ngjarje.